Kjo është historia e jashtëzakonshme e profetit Yunus, një rrëfim i thellë për pendimin, për fuqinë e lutjes dhe për shpëtimin që vjen nga errësira më e paimagjinueshme. Ndiqeni pak këtë skenë. 3 shtresa errësire, njëra pas tjetrës, që e kanë zënë rob një njeri të vetëm. Një situatë që të rrëqeth dhe që shërben si piknisja për një nga tregimet më të fuqishme të mëshirës hyjnore. Edhe pyetja që lind natyrshëm është: si ka mundësi? Si mundet që një i dërguar i Zotit të gjendet në një gjendje kaq të pashpresë? E po, përgjigja na zbulon një udhëtim tepër njerëzor dhe shpirtëror. Për të kuptuar se si arritëm deri këtu, fillimisht duhet të njohim protagonistin e kësaj historie, i cili mban një titull vërtet të veçantë. Ai njihet si Dhul Nun. Çfarë do thotë kjo? Përkthehet njeriu i peshkut. Ky është titulli që i jepet profetit Yunus, emri i cili do të lidhej përgjithmonë me këtë sprovë të pabesueshme në thellësitë e oqearit. Atëherë, si nisi gjithçka? Çfarë ndodhi para anijes, para stuhies, para peshkut? Gjithçka filloi me një mision hyjnor dhe një refuzim të hidhur. Yunusit ju besua një detyrë shumë e qartë. Ai u dërgua në qytetin e madh të Ninevës për t'i thirrur njerëzit e tij drejt një rruge më të mirë. Mesazhi ishte i thjeshtë: të adhuronin një Zot të vetëm, të braktisnin idhujt e tyre dhe t'i ktheheshin pendimit dhe drejtësisë. Një mesazh thelbësor. Po si reaguan ata? E po, përgjigja ishte një refuzim i plot. Populli i tij e mohoi mesazhin, e kundërshtoi atë dhe nuk pranoi ta dëgjonte. Dhe ky refuzim natyrisht e preku thellë Yunusin. Edhe këtu historia merr një kthes vendimtare. I mbushur me zhgënjim dhe zemrim, Yunusi mori një vendim të nxituar. Ai e braktisi misionin e tij pa mpritur lejen e Zotit, duke menduar, siç thotë edhe shkrimi, se Zoti nuk do t'ia vështirësonte gjërat. Ky ishte gabimi i tij. Largimi i tij nuk e çoi drejt lirisë, përkundasi, e çoi drejt një stuhie, si në det ashtu edhe brenda vetes. Pasojat e këtij veprimi ishin të menjëhershme dhe dramatike. Ajo që ndodh më pas është thjesht e pabesueshme. Stuhia bëhet aq e tmerrshme sa ekuipazhi vendos se duhet të sakrifikojnë dikë për të shpëtuar. Ata hedhin short dhe shorti bie mbi Yunusin. Duke mos dashur ta hedhin një njeri që duke i mirë, e përsërisin. Përsëri bie mbi Yunusin. Edhe herën e tretë i njëjti rezultat. Fati i tij ishte vullosur, ishte e pashmangshme. Kështu, ai u hodh në detin e trazuar, por ky nuk ishte fundi. As pak, me një urdhër hyjnor, një peshk i stërmadh e gëlltiti, por jo për ta shkatruar, por për ta ruajtur. Ai peshk u bë njëkohësisht burgu i tij, por edhe streha e tij. Pikërisht këtu, në pikën më të ulët, në errësirën absolute, ndodh transformimi i madh. Dëshpërimi kthehet në një akt të fuqishëm pendimi dhe shprese. Nga thellësia e barkut të peshkut, Yunusi thirrri me fjalët më të sinqerta që mund të imagjinohen. Ai e pranoi plotësisht gabimin e tij, e lartësoi Zotin dhe u dorëzua plotësisht vullnetit të tij. Kjo nuk ishte thjesht një lutje, ishte një deklaratë e thellë pendese dhe njohjeje. Dhe duhet thënë, fuqia e kësaj lutje i ka përcen shekujt. Sipas traditës profetike, kjo lutje e Yunusit konsiderohet një mjet i jashtëzakonshëm për çdo që përballet me vështirësi, një thirrje për ndihmë që gjen gjithmonë përgjigje. Pra cila ishte përgjigjja ndaj kësaj lutje kaq të thellë? Zgjidhja e kësaj historie na ofron disa nga mësimet më të fuqishme mbi mëshirën dhe faljen. Lutja u pranua. Zoti urdhëroi peshkun ta nxirrte Yunusin në një breg të shkret, i dobët dhe i sëmur. Ai u gjend sërish nën mëshirën e Zotit, i cili bëri që një bimë e veçantë, e ngjashme me kungullin, të rritej mbi të për t'i dhënë hije dhe ushqim, një shenjë e qartë e kujdesit pafund hyjnor. Dhe ja ku vjen pjesa më e pabesueshme e gjithë kësaj historie. Ndërsa Yunusi kalonte sprovën e tij, diçka e mahnitshme ndodhi në Ninive. Ndryshe nga popujt e tjerë që u shkatruan kur mohuan profetët, populli i Yunusit u pendua masivisht. Ata janë rasti vetëm i përmendur ku një kombi tër besoi dhe si rezultat ju dhurua mëshira dhe shpëtimi. Atëherë, çfarë na mëson ky tregim i fuqishëm? Na mëson se pendimi i sinqert e gjen gjithmonë një derë të hapur. Na tregon se durimi është një virtyt thelbësor. Na jep një mjet force përmes lutjes së tij. Dhe më e rëndësishme nga të gjitha, na kujton se pavarësisht sa e errët duket situata, shpresa në mëshirën e Zotit nuk duhet të humbasë kurrë. Dhe kjo na lë me një pyetje për të reflektuar. Historia e Yunusit nuk është thjesht një tregim i lashtë, ajo është pasqyrë e sprovave tona. Të gjithë përballemi me stuhi dhe errësira personale.
pyetja mbetet, në cilën prej këtyre stuhive gjendet lutja jonë më e sinqertë?